Shërbimi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi në Bashkinë Tepelen ka marrë një sërmasash për minimizimin e zjarreve në Pyje Kullota gjatë stinës së nxehtë të verës, ku ndërto është edhe ngritja e grupeve vullnetare për të parandaluar dhe evidentuar në kohë zjarret gjatë verës në Pyje Kullota. Bashkia ka ngritur dhe ka marrë masat tekniko-organizative për ballimin e zjarreve. Dhe konkretisht, do thosh që janë ngritur grupet e punës, është bërë plan pune dhe është gjithë piramida ose struktura duke filluar me specialistët, vëzhgusët, po kështu edhe me punonjësit të cilët do të funksionojnë në ditët më të vështira dhe pikun më të vështirë. Njësia administrative e qendrës nga njësi më të mëdha, ka rreth 250 km2, ka 1800 hektar kullota. Nga ky institucion bëhet me dije se janë marrë masat e nevojshme edhe për sa i përket pajisjes me mjetet dhe zonave më problematike. Janë marrë masat, sidomos kryesisht edhe me bazën materiale, janë garatuar baza materiale, mjetet të cilat do të jenë nga dishmëri dhe do të funksionojë një piramide plot duke patur bashkëpunim me kryesitë e fshatrave, me të 14 fshatrat dhe janë ndarë me grupe pune të veçanta për mbuluar të zonën. Besoj se ky do të jetë një sezon i mbarë me masat e marra. Janë marrë masat kryesisht në zonat të cilat kanë qendra të banuara dhe rrezikohet. Në bashkëpunim me strukturat ligjzbatuese do të ketë zero tolerancë për zjarret e qëllimshme në Pyje Kullota, ndërsa autorët e tyre do të përballen me ndëshkime të ashpra ligjore.